nga 45 vite burgim për secilin. Kjo ishte kërkesa prokurorisë së dhomave të specializuara për katërshën e ushtrisë qërimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi. Kjo kërkesë ka nxitur reagime të shumta kundër kësaj kërkese që po cilësohet si as pak e drejtë, pasi lufta e ushtrisë qërimtare të Kosovës është e shenjtë e krejt çka ata kanë bërë është mbrojtja e vendit e popullit nga një agresor që skurse u mjete për të sulmuar popullin e Kosovës. Kërkesë e turpshme e as pak e drejtë u cilësua edhe nga disa qytetarë që takuam sot. Nga përkryer e hapës nuk është e drejtë kjo, që dënohet një luftëtor që ka luftuar për vendin e vet. Unë e shoh negativ. Se mi dënu nuk ka nevojë me dënu, ata kanë luftuar për çet vend të ulin, e kanë mbrojt pragin e shtëpisë, nuk pa faj shumë janë do. Këto e shoh me një vretje shumë të madhe dhe është turp, kur na e dim që ushtria qëllimtare ka kry luftë për me mbrojt pragin e shtëpisë, me na mbrojt neve prej gjenocidit serb. Edhe kjo dihet që është servirune prej Rusisë dhe prej Serbisë. Kështu që kjo është motivune politikisht. Do më thonë, une mendimi jam është kë, që këta kanë me dollë pafajshëm. Kur dolin këta pafajshëm, në zbardhin fytyrën edhe neve, se ne nuk jemi agresor, po jemi viktim. E këta janë të luajt agresori rolin e viktimës, e kurse neve po na bën terrorista e krejtë këto. Edhe mu ma mërëmene që kjo njëherë ka më marrë fund, se është shumë e pa drejtë. Do më thonë, nuk ka drejtësi, po ka politikë. Edhe politikë shumë e keqe, ne jemi mësu, politika hegemoniste serbe të nëherë të konë kundra nesh. Deklaratat përmbyllëse janë planifikuar të mbahen nga 9 deri me 18 shkurt, ku fjalën pas prokurorisë do ta kenë ekipet mbrojtëse e në fund edhe vetë të akuzuarit. Ndryshe me 17 shkurt kërkohet mobilizimi mbarkombëtar në Prishtinë për të protestuar për lirimin e ish krerëve të ushtrisë qërimtare të Kosovës.